Artistja e njohur e teatrit dhe muzikës Elia Zaharia ka prezantuar në Shkodër librin e saj të dytë për fëmijë me titull Perla dhe Dreri i Art. Takimi u zhvillua në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës në prani të fëmijëve, prindërve dhe dashamirësve të letërsisë për fëmijë. Zaharia thotë se libri i saj më i fundit flet me gjuhën e zemrës dhe është frymëzuar nga vajza e saj Geraldina. Sot më frymëzon vajza ime, e gjej frymëzimin te fëmijët, e çiltërsia e tyre. Mendoj që unë kam zgjedhur lexuesin më të vështirë, sepse fëmijët thonë gjithmonë të vërtetën. Domethënë të gjitha autorët e librave për fëmijë kanë këtë sfidë me vete, sepse duhet që edhe të bëhesh pak fëmijë kur shkruan për fëmijë. Domethënë të futesh në botën e tyre, sepse me racionalitetin edhe me logjikën e një të rrituri është shumë e vështirë që t'i afrohesh botës fëminore. Në këtë veprimtari plot ngjyra dhe emocione, Zaharia ndau për të pranishmit pasionin e saj për krijimtarinë letrare, duke cilësuar atë si një pjesë të pandartë të ndjeshmërisë së saj artistike. Unë kam lëvruar pak a shumë në fushën e artit tek piktura, muzika, vazhdoj me teatrin, me letërsinë për fëmijë dhe mendoj që për aq kohë sa ka frymëzim, ai shpërfaqet në forma të ndryshme, domethënë për aq kohë sa është art, është bukur. I shoqëruar me ilustrime tërheqëse, libri Perla dhe Dreri i Art sjell një histori plot dritë që përcjell mesazhin e mirësisë, guximit dhe dashurisë që i drejtohet fëmijëve dhe jo vetëm.